Ish-portieri i Vllaznisë dhe sot trajneri kombëtar të femrave të Shqipërisë Almir Grima, jeni nxënësi direkt i Pauli Nojës, se keni theksuar vazhdimisht se në moshën 14 vjeçare keni dalë nga duart e tij. Po çfarë them tash, të flas për Paulin Nojën, për një emblem të sportit shqiptar, jo vetëm atij shkodran. Besoj që është e tepërt se kush nuk e njeh Paulin Nojën. Unë jam vëllait, e kam pas si prind dhe hidhërimi është shumë i madh, por ligjet e natyrës, ligjet e jetës, këto janë. Çfarë kujtojnë në një moment veçantë në procesin servitor, si ishte Pauli Noja? Me Paulinin kena shumë kujtime, kena shumë gëzime, kena shumë hidhërime, kena gëzu bashkë, kena festu bashkë, kena hedhuru bashkë. Dhe janë të panumërta. Megjithatë, këto janë humje që nikojnë sportin në emblemen që ka pas Vllaznia, sepse nëse ne përmendim emrin Vllazni, normalisht mendja shkon te këto kollosa, Zan Dragami, Saba Bizi, Paulin Noja, Din Zhega, këto janë që ja kanë zbukuruar emrin dhe kanë vënë një themel shumë të madh tek Vllaznia e madhe. Dhe normalisht një dëshpërim pikëllim të humsh edhe një mik, të humsh edhe një pjesë mu me Paulinin e kam deklaruar më përpara më ka humbur një pjesë e shpirtit, sepse kena kanë shumë të lidhur bashkë. Çfarë mendoni që keni marrë nga Pauli Noja në rrugën e portës? Kam marrë shumë gjëra sepse mi ka dhënë me dashnin më të madhe, jo vetëm mua, po këtë që e ka servitur, kam fatin e madh që jam servit për Paulin Nojës, një vedin me shumë fat. Dhe e falenderoj shumë me shpirt për atë që ai më ka dhënë dhe për atë që më ka mësuar në sport, dhe them inshallah është gjithmonë mirë me Zotin, ashtu siç ai ka pas shpirtin e bardhë. Gojamel se ai kurkush.